Ja goca qoftet që unë bera sot me mish pule, I kam berë me leng portokalli. Po I ve te kupa për nesër për në punë, se kam përgatitur për vete për në punë. Dhe ja si që shini, unë I provova, kishin dalë super, mama mia, ai lengu portokalli si jepte një shije shumë të veçantë. Këtu kam ngrirë mishin e pulës, si që shikoni, kam prerë në copëzat vogla. I kam të kthyer një kokërvezë. I kam hedhur pak bukë të grirë me pak djath të grirë. Parmigiano Reggiano I kam hedhur. Dhe këtu po I gri në mikse. Dhe ja si na doli. I kam shtuar më mbrapa pak fare krip. Dhe këtu I kam hedhur në një pjatë pak miell orizi. Edhe I kam bërë kështu në forma të vogla. Ja si dalin. Tani do mana në kritik se s'kam hequr në nazat, po s'ka problem. Unë e do t'i ha, s'ka gjë. Dhe kështu vazhdojmë procedurën derisa të mbarojmë. Tek digani kemi hedhur pak vaj ulliri. Si që shikoni. Edhe këto po vazhdojmë akoma. Erdhi Eliana pak më para dhe më tha, mami, mund të dalë qik më shpejt nesër nga shkolla? Se nesër kam festën e karnevaleve në shkollë. Këtu nuk I lejojnë fëmijët që të vishen me veshje karnevale, nuk e di pse. Dhe ja këtu janë gati. Dhe këtu kemi shtrydhur 2 portokalle. Ishin goxha të mëdha portokallet. Unë I shtrydha deri në fund se duhesh goxha